ka një problem. Më thënë shumë interesante. Thrasin demokracinë, drejtat e njerëzve, ndoshta vetë nuk është demokrat. Edhe gjuhë raciste, mongol, turq, aziatik. Po mirë be Jezu Krishti nuk është me një Norvegjis, edhe ai ka ardhur pi botës arabe, pi Palestinës. Po Palestinës, po nuk është pi shumë absurde kanë nëpër idealet e tyre. Mu për këtë më thënë është arsyeja pse e kam shkuar statusin. Mos u merr vëlla me ta. Mos e ul veten, mos hop kohë është e shtrenjtë. Foljo njerëzve të cilët dojnë me kuptu, foljo rinis muslimane, sillu mirë edhe me jo muslimanet, edhe aty në foljo për islam, kallëzoja të vërtetën. E jona është mu sill mirë, mos me ofendu tjetë, më vjen keq njerë që edhe, do me thonë trit musliman, nxehen nga reagimet atyne, mos revoltohet, qohet e shanë e ul nivelin, mos e ul nivelin. Qëse nuk gabojmë kujtohet nga Imam Shafia, ka thonë, mos debato me njerëzit e ullt, me ahmak që janë budallenj. Pse? Sa i kam të ul nivelin e tij, pastaj të munden me përvojë, ti s'di mu bë budall, Allah, kupton? Shumë këshilla e madhe Imam Shafiut. Domethënë edhe një herë ti kthehemi, mos debato me ahmakët, sepse ai tul nivelin e ty, e ti s'ki përvojë në atë nivel. Mund me përvojë ai. Ai të mund me përvojë. Sa i di mu shoh, gjuhë raciste, mongol, zezak, turç, apo kupton? Ti s'di mu shoh siguraj, apo kupton? Edhe kur ti ish debat me atë, të humburin, islamofobin, anti-islamistin, ai të mund mëse, pse ka përvojë në atë gjuhën e urrejtjes. Po ti nëse në ul veten, a kupton? Andaj shumë kjo thënia Imam Shafiut m'pëlqej që e cek, mos me ul nivelin me ato më cek. Ne vjen, më thonë është zdia, mos ishte tragjike, do të ishte komike, si e thojnë ata. Ai pin Amerikë thot, ju shkoni në Arabi, hupën në Arabi. Tamam be vëlla, hajde ti në vendin tan. Pse s'po vjen ti? Ti vet ke ikë të zhdumi për zona dhe tjerë, ta kuptoj. Ka shumë musliman. Mos i çaj shumë e don vendin tan, mos i haj shumë ti. Do të thon këtu po jetoj kanë tradhtar, atje ku je ti janë kombëtar të fortë, hajde në vendin tan vëlla. Le atë, le anglishten, le gjermanishten, le postimet në gjuhë gjermane dhe në gjuhë angleze. Hajde këtu jeto si shqiptar. Dëshmoj shqiptarien. Po dëshmoj edhe në veshje. Po në veshje tonë, në veshje të vajzës tonë, në veshje djalit tonë, të shmoj vllai, të më mësi me diktu ty se ti je shqiptar. Për ata nuk ja vlen me upku. Edhe më dhimbën tash se po inshallah ti jetë dobishme, domethënë kjo bisedë, po për mos më marr Allah ç'problem thosh. Për ne nuk ja vlen. Shumë vërtet, sidomos e thonë Imam Shafiut m'pëlqej.